ku kemi pas kontakt me qikën e Agjës në Vushtri. Thirrë dhe si më thonë mas një 5-7 minuta dhe tha, me për të bac, edhe një herë ta për herë fundit apo duhet me të përshëndet. Vra ata me burrin e saj edhe me kunatën, kanë 3 fëmijë shumë të vogël. Veç kanë ardhur, nuk e di as kush ka ardhur deri, as kush na ka thënë, me dal thjesht, organizimi nuk e maj mend se si ka ndodhur, veç na ka thënë me dal gjithë për jashtë, edhe me u nis për stacion trenit. Një rast tjetër ku kemi pas kontakt me qikën e Agjës në Vushtri, kur ata i morën me dubu, folëm me ta dhe tha, kam fillu me na thirrë me dal. Ata kanë pas veturë dhe kanë pas një kamion, edhe u përshëndetëm, edhe për një moment u kthy edhe një herë mrapa, thirrë dhe si më thonë mas një 5-7 minuta dhe tha, me për të bac, edhe një herë ta për herë fundit apo duhet me të përshëndet. Tha, du më përshëndeta se e vetë në kanë vendosën kamiona, tha edhe po hecëm ta për blac. Ikën ata, pastaj erdhi radha jonë, kur ishte me datën 3 prill, veç kanë ardhur, nuk e di as kush ka ardhur deri, as kush na ka thënë, me dal thjesht, organizimi nuk e maj mend se si ka ndodhur, veç na ka thënë me dal gjithë për jashtë, edhe me u nis për stacion trenit. Vazhdum rrugtimin, përfundum në Blac. Në Blac, sa më mend ka qenë treni ka qenë ndalu para se më fut në zonën aty në hapësinave të gjana të shinave. Edhe na kanë kërkuar domosdoshmë se cili me hec mëna vijave të trenit, dhe na thanë që kushdo që del domosdoshmë bie në mina. Gjithmonë ka pasur paramilitar që janë kujdes, që na me hec në pranë. Edhe më mend domosdoshmë të hec vajza e Agjës ka qenë në pjesën nalt ku kanë qenë parkingjet, edhe ka qenë ato rrjetat e rrethojave. Tash sigurisht ka qenë ajo terminali doganor, tash kur e kuptoj. Domethënë edhe puna përshëndet ta bac ta neve ta puna kthejnë. Nuk na lënë me dalë ta puna kthejnë. Prej krahat atje. Ata kanë kthyer ata masën, kanë qenë të zhdukun, domethënë kanë qenë me 22 maj, në masakra e Vushtrisë. Vra ata me burrin e saj edhe me kunatën, kanë 3 fëmijë shumë të vogël.